Mirë, me ne në studio do t'jetë tani Jona Kalema, I mjeshtrë në artin e thonjve. Eja Jona, e bukur, elegante, edhe besoj që nuk je një personazh I panjohur për të gjitha ata që na ndjekin. Është gjithashtu pjesë e televizionit, e së fundmi edhe një blogere më lërë të quaj, e suksesshme. Një mami e 2 vajzave, e cila ndanë edhe jetën e saj shpesh edhe në rrjetin e Instagramit, por me këshilla shumë të vlefshme, shumë e rëndësishme për të thënë. Jona, si duket se I kemi trendet në këtë periudhë? Për sa I përket thonjve, rrim tek ato ngjyrat natyrale, apo do guxojmë pak? Të bëjmë sot, ne, apo në përgjithësi? Po varet nga njerëzit, kush do t'jetë një clean girl me këto nude dhe këto pastele, apo një kështu main karakter, dramat, kuqe, për shumë që guxojmë. A të pëlqen këndi yt këtu? Patjetër, shumë bukur, shumë bukur. Shumë bukur, do të ta provojmë. Po, patjetër, është tërësisht yti, të këshilloj që të rehatohesh, sepse nuk do t'jesh vetëm. Edhe unë nuk e di nëse je mësuar të qëndrosh vetëm ti në studion tënde, nuk besoj. Normal që jo. Gjithmonë e shoqëruar. Na shërbejnë në fakt sallonet e bukurisë, na shërbejnë edhe për të krijuar ato marrëdhëniet tona, jo vetëm me ekspertët pra që punojnë, por gjithashtu edhe me klientët, ato që vinë dhe bëhen mikesha të dashur. Do të vinë këto momente, e cila do të ulet edhe do të jetë, le të themi, në rolin e një kliente, por mua nuk më pëlqen ta quaj kështu, ajo do të jetë një mikeshe e programit, por dhe Jonës e ftuar në këtë rubrik, me ne koreografja dhe balerina Enada Hoxha. Kënaqësi shumë e madhe që ta kem në studio. Sa e bukur, sa e ëmbël. Mirë se vjen. Mirë se ju gjet. Tek Enada, unë mishëroj elegancën, e shoh të skalitur, kështu e mbaj mend gjithmonë, por mbi të gjitha atë njeriu e mirë dhe modest, nuk e di pse më dukesh kaq artiste mbi të gjitha, por mbi të gjitha njeri shumë I mirë dhe shumë kështu shprehës. Mirë se vjen. Shumë faleminderit. Wow. Për programin tuaj. Shumë faleminderit. Jam disa palo santo, unë po e nxjerr. Takojmë një për qefin tonë, kështu gjatë ditës? Për të pastruar energjitë, ju kemi shumë nevojë, të gjithë kemi shumë nevojë, kështu që sa herë të filloj edhe të mbaroj programi, juve bëni një pastrim të ambientit për të patur gjithmonë energji të bukura dhe të mira. Me shkopinjt në duar, para dhe pas emisionit, bëre shumë mirë që na the se na duheshin, na duhet. Ta mbajmë me vete? Patjetër, patjetër. Njërën e kam unë, tjetrën për ja Evët. Të rehatohesh edhe ulemi të treja, teksa zhvillojmë një bisedë. Si mes mikesha, e ke pasur ndonjëherë Enadën, ke pasur fatin ta kesh? Jo, ti bëj thënë? Jo. Pa edhe për ta takuar, pse jo? Atëherë, unë do thoya që keni gjetur personin e gabuar nëse do të jem unë sot person. Po unë jam ndër të vetmet që nuk bëj ndonjëherë thonjë. Ka gjithmonë njerëz. Më duket si një humbje e kohe. Po, të merrem me thonjë, nuk e di. I kam shumë, I vlerësoj të themi të gjitha zonjat, edhe vajzat, që kurojnë veten, të paktën përsa I përket thonjve në këtë rast, ndërsa unë nuk e shoh fare pjestimen. Pra më duket një humbje kohe dhe mbi të gjitha në ambiente ku fillojnë tashetemet edhe flitet shumë, kështu që unë dua të jem shumë larg këtyre gjërave. Nuk është se nuk I bën, sepse jo, unë I lyej vetë. Pra, I lyem vetë, I sistemon vetë në shtëpi. Pastaj, balerinat në përgjithësi nuk duhet të mbajnë thonjë të gjatë, unë I mbaj pakës, jo shumë. Mirë, kujdesesh gjithsesi. Nuk e di, shumë minimaliste. Çdo gjë, sepse mund të shkaktoj probleme me partnerin gjatë kohës që ti kërcen. Duhet të jetë gjithkohës me një manikyr transparent ose një rozë lehtë që na përfaqëson e balerinave, sepse ti je në skenë dhe nuk mundesh të kesh thonjë, të tërheqësh vëmendje. Që të them tjetër, plus që unë jam një grua si gjithë gratë e tjera që punoj në shtëpi, bëj punë dhe nuk I dua, plus që tani që është koha e shekëve, unë kam gjithkohës që qëroj shek, dhe jo më pak se dje kam qenë në Ulqi në një familje që dhe bleva, por edhe hapën shek dhe unë tash ku do shkoj nesër në emision, si do shkoj dhe do paraqitem me duar të verdh. Në këtë periudhë kemi të gjitha duar të ashtu, o shegët ose gështenjat, është sigurt që kamera mos fokusoj fare duart e mia, gishtat e mi, se nuk jam për tu, jo, më mos I tregoj. Jona mos I shikoj Jona të lutem. Jona bëj
si kur bën diçka. Jona, do ta bëj tamam. shpeshta klientët të cilat kërkojnë të jenë kështu bazike, ti kenë të kuruara, ti kenë të pastra, por të mos kenë manikyr gel apo gel në patjetër që ka, është diçka që shikoj, edhe vetë e nata do me thënë e bë ka në shtëpi, nuk është se nuk e bën fare. Bëj një gjë, me një manikyr, 1000 Ideja lekë. është vetëm të s'ka problem dhe me ato 1000 lekë. Nuk kujdesem fare. S'ka problem, mjafton që ti jep formën, sepse edhe të përshtatur forma me jo çdo formë na shkon çdo person. Absolutisht. Ti këtë e shikon, shtyn kutikulat, besoj me kutikulat merresh. Jo, s'merrem fare. As me vajin e kutikulat. Me që nuk merresh në shtëpi, ke fatin sot që patjetër, kënaqësi. Si do të merret Jona dhe jam e sigurt që Po Jona ka që kuruar, ka që bukur, jam e sigurt që... Mos jetë ftuse, është në vërtet. Por jo, besoj që do të pëlqejë. Besoj që kujdes energji. Ajo na duhet në sallonin. Ajo duhet të ndizet dhe ty mi që lëshon, pastron ambientin. Djema, mund të ndizet me çakmak? Po do ta mbajmë disa sekonda derisa të krijoj flak. Kush më hua një çakmak nga djemt ose shkrepse. Mobilizohuni ju lutem. Edhe një do t'a gjejmë patjetër, ndërsa Jona punon me Nadën, unë do t'a ndez për të sjellë ato energjitë mira edhe për të larguar energjitë negative. Patjetër, na duhet. Po. Çakmak, faleminderit Antonet. Atëherë, ja dhe... A funksionon vërtet, thua? Unë e përdor. Unë nuk besoj që këtu ndjet ndonjë energji negative. Jo, kemi gjithë mirë. Por, është trafik tani? Po, mbaj disa sekonda. Po, le të digjet akoma, edhe pastaj do ta pikim me frym. Truke të ndryshme do të keni mundësi që të mësoni edhe gjatë këtij programi, gjatë këtij sezoni, çfarë nuk do të mësojmë, çfarë nuk do të sjellim në shtëpiat tuaja. Do të ishte ndezur pak më shumë. Dhe i gjithë këtym, ja, me këtë, pastrojmë. Nada, e përdor... Faleminderit. Tuaj në gjithashtu, e pastaj të gjithë ambientit. Po aromën e pas ka të mirë, nuk shumë të mirë. Nuk ka aromë kështu që vjen zakonisht djegja një druri. Që në ka e mirë. Dakor, mund ta vendos këtu. Vendose diku edhe... Ja, vendos këtu në cep të tavolinës. Okej. Ja. Edhe Jonës besoj nuk i prish punë. Jo, fare, pas ka aromë vërtet shumë. E mbajmë aty. Atëherë, Enada, më thuaj si është marrëdhënia jote me aspekti fizik edhe me të dukurit bukur. Te që thojnë nuk të pëlqen që ti bësh, më së shumë ti edhe për shkak të profesionit edhe të imponimit të baletit, por pjesa tjetër e kurimit të vetes. Shpesher jam pyetur për këtë pjesë, mundohem të kujdesem për veten time njerë, për fizikun, për shëndetin në radhë të parë, pra për zgjedh gjithmonë produktet e duhura, sa më pak kimikate, sepse tash i dihet që çdo gjë është e kontaminuar edhe duhet patur një kujdes më shumë se çdo herë tjetër. Kjo është e para, pra për mua shëndeti dhe fiziku, sepse duke qenë që unë vazhdoj akoma profesionin tim dhe uroj për shumë gjatë, më duhet të jem në formën më të mirë fizike. Ky është investimi që bëj. Pastaj, nëse unë do të kem shfaqje më tepër, sepse edhe në për evente që i frekuentoj rrallë, shkoj në formën më të thjeshtë të mundshme, më duhet të shkoj, të rregullohem, që të kem lukun më perfekt përsa i përket çdo personazhi që unë interpretoj, pra kjo është ajo që unë bëj me veten time. A ka ndonjë kënaqësi që ja jep vetes edhe që ndonjëherë mund të thyej edhe ndonjë nga ato ligje që ti mund të kesh vënë dhe janë strikte? Mundohem që jo. Probabiliteti është shumë i pakët. Kjo edukat është gjithmonë në saj të punës apo ke qenë gjithmonë kështu? Unë kam qenë gjithmonë kështu, por tashmë më shumë se kurrë. Sepse diet, me mosh, gjithë shka, metabolizmi ndryshon. Atëre, unë në basë të gjdo etape të themi të jetës, jam përshtatur dhe kam bërë ato ndryshimet e duhura, por të mos të kaluar të themi asgjë nga to çfarë unë i kam vënë qëllim vetes. Edhe kam përshtypjen që ky duhet jetë edhe çelësi i suksesit për të qenë gjithmonë kështu edhe për të ardhur edhe tek publiku si Enada një gjithmonë. Nuk do të gabonte një mjeshtre e thonjve siç është
Jona Kalemaj edhe që vjen sot në logon e New Generation, të kësaj akademie, e cila sjell më të bukurën, jo vetëm për sa i përket thonjve, por gjithashtu kujdesit fizik në tërësi, flokëve, make-upit edhe kujdesit të trupit e shumë të shka tjetër. Jona, si ndjehesh në atë familje të madhe të New Generationi, duhet të thënë që është një shkollë e cila prej vitesh operon në tregun e bukurisë. Si e ndjerë? Mbi 15 vjetë më duket se jam. Unë jam pjesë e 6 viteve, nuk është se jam që në fillime, po jam shumë mirë. është që staf akademik shumë i përzjedur, i kualifikuar. Mirë, jemi mirë. A do të punoje në një ambient ku ti nuk do të ndjeje veten mirë, komode, në një ambient ndoshta hera herës mund të bëhet edhe toksikë ndaj të pyet, sepse kjo është shumë e rëndësishme për mbërvajtjen e gjithë punës. Diskutim që janë. A keni sigurisht një problem më shumë i madh për sa i përket edhe apo diskutim duhet thënë, i madh kohët e fundit ka qenë edhe një përmbajtje që ishte pjesë e manikyrit gel apo gel. Pyetje të shumta besoj të janë drejtuar lidhur me këtë produkt, ndërkohë që çfarë mund të themi, a duhet të rrim të qetë apo? Jo, shumë të qetë. Nuk ka asgjë, sidomos për shembull manikyr geli që po bëjmë me Nadën sot. Është një, nuk të hasë kohë, Nada, që ti mund të ta bësh shumë shpejt, mund të shkosh. Që mua më mjafton që të hiqet shumë kollaj, nëse kollaj, po nuk është si dëmton thojnë. Jo, unë nuk e kam fare merakun e kësaj, thjesht dua një gjë shumë praktike, që edhe nëse nuk do të kem ndërmend më të rikthehem në sallon për t'rregulluar thonjë, ta arrit ta heq pas një lloj problemi. Por edhe në shtëpi mund bëhen shumë thjesht gjërat, sepse nuk është se duam në një laborator. Vetëm patë në ikuin dëmbësh, në një penel të hollë, mund të bëj një french. Një manikyr gel e Nada në shtëpi, në këtë rast, me qënë se Nada e ka aplikuar. Me një lim të lehtë. A, duhet patjetër lima, nuk bëhet thjesht me... Ja, që Nadën e trëmbë lima në sa shoh. Aty çalon puna. Pyetje që bëjnë shpeshherë të gjithë teksa marrim limën, ke frikën e dëmtimit, besoj të kohës, vetëm të kohës. Okej, koha është shtrenjtë për gjithë, po manikyr gjeli nuk është se kurse me pastrusin është direkte, vë pa mbukën dhe gjatë kohës me acetonin, gjatë kohës që ti mund të shikosh diçka, mund të lexosh diçka, ti e pastron pa i dhënë fare rëndësi gjës. Kurse kështu me limën duhet të kesh vëmendjen. Janë detaje. Janë detaje. Ato bëjnë diferencën, pastaj nëse do t'i bësh vetë, do duket një manikyr i bukur. Po pikërisht prandaj duhet të shëmtuar që mos fokusohet Dora. Jo, Dora është e bukur, elegante dhe lyer në atë manikyrin e thjeshtë. Tani shoh të bindim e Nadën që t'i bëj. Po. Derisa e kemi ulur këtu. Por më thuaj pak të lutem, është i ke vënë thjesht shkëlqyer sepse unë shoh që ka një refleks të bukur. E Nada besoj që e kupton edhe ne shtyjmë pak kutikulat me delikatesë, pa i prerë ato. Pastruam bazën e thojë, sepse ajo është kryesore, që mos na dali një efekt si tapet me gunga. Po, vërtet. Dhe pas e vendosëm bazën e poshëm dhe vendosëm pak shkëlqyes, i cili duhet jetë gjithmonë pa fshirje, pa atë yndyrën gjithse që ka, dhe pasqyrën, efektin e pasqyrës që e përhapa me kjo, këto me sa kuptoj zgjidhet nga secili klient, se si do. Mund të bëra një gjë shumë bazike të lehtë, të thjeshtë, po edhe që përshtatet me Nadën dhe me thjeshtësinë e saj. Ka dhe ato që duan akoma të kuqe. Jo, unë e dua në rastin. Ja, e kuqa, vishnja, bluja errët. Unë vishjen e përdor, mëse shumëti, nëse nuk kam shumë shpejt duhet jem në skenë, atëherë përdor vishnjen, edhe pse më duket sikur e maskon dorën shumë bukur. Edhe ty duhet të shkoj shumë mirë. Më shkon. Se me ngjyrën e lëkurës. Edhe kaloj kaq. Po një manikyr të thjeshtë. Vjen sezoni i vishnjës, jeni unë e mbaj gjithkohës, edhe në plazhe mbaj vishnjen. Po, ndonjëherë nuk është të çfarë sezoni jemi për të zgjedhur atë ngjyrë. Për shembull, jemi vjesht edhe ngjyrat e tokës, jo, secili ka dhe atë modën e vet individuale, domethënë. Unë të kuqen. Mjafton që në skenë French është ai që s'ka as kohë, as stin, as mosh, s'ka asnjëherë, është gjithmonë i, domethënë është shumë i bukur. Unë besoj që nëse do vjojmë t'i përfundojmë të gjithë gishtat e tjerë. Që Nada do më kërkoj prapë mua nesër. Të përfundojmë do të kush jona. Kam bindjen që do të pëlqej dhe madje të them që nëse i bën do e kesh shumë më të thjesht edhe për të qiruar shegët. Ti mund të bësh punë shtëpi edhe për punët e shtëpisë, kjo është e vërtetë. Po, por nuk është vetëm kjo, por shumë e shëmtuar. Eja bashkë të shoqërinë për t'ju penguar. Derisa në misionin që të mbushim mendjen e Nadës si të bëj. Jo, më mirë mos i bë se do t'i bëj unë.
se dhe mua me jam për të bërë. Por për fat keq që biseda duhet të mbaroj sepse ka lajme. Njerëzit duan lajme, kanë ndodhur të reja. Kështu që do ndiqet edicion informativ dhe pastaj do të rikthehemi përsëri në Eja te ne.